Speranca TV paraqet. Unë jam 35 vjeç dhe kam plot 10 vite që jam i martuar. Me gruan time jemi njohur herët. Kemi krijuar familje dhe vendosëm të jetonim në fshat, aty ku kisha edhe prindrit edhe tokën time. Gjatë gjithë këtyre viteve, jeta ime ka qenë shumë e thjeshtë dhe e përqendruar vetëm tek puna. E unë jam mjeshtër guri. E njoh gurin me detaje, e gdhend, e ndërtoj mure, e shtëpitë e vjetra dhe gjithçka tjetër që kërkon këtë zanat. Është një punë e vështirë që të lodh shumë, por mua me pëlqen dhe me ka mbajtur gjithmonë në formë, edhe pse me ka lodhur pak. Me gruan kemi pasur një martesë shumë të qetë, pa shumë të papritura, deri në verën e këtij viti. Këtë verë ne patëm vizitor. Tezja gruas ime vendosi të vinte për pushime. Ajo ishte e martuar prej vitesh me një shqiptar që jetonte dhe punonte në Gjermani. E gjatë gjithë këtyre viteve që unë isha pjesë e familjes, ajo nuk ishte ardhur asnjëherë në Shqipëri. Kjo ishte hera e parë për të që vinte. E dija nga bisedat e gruas që tezja ishte 55 vjeçe, prandaj prisja të shihja një grua të moshuar, tipike si gratë e fshatit ton apo si nënat tona. Por kur zbritin nga makina, ditën që erdhi, unë ngela totalisht i mahnitur. Tezja nuk kishte asnjë lidhje me atë moshë. Të them të drejtën, po të mos ja dije vitet, nga që me kishte treguar gruaja, nuk i jepje asnjë ditë më shumë se 40 vjeçe. Ajo kishte marrë një stil jetese krejtësisht të huaj. Atje, në Gjermani, bënte edhe palestër rregullisht, ushqehej mirë dhe vishej me shumë stil. Ishte e mbajtur deri në detajin e fundit, nga flokët e deri te këpucët. Por edhe kur fliste, dukej qartë që kishte një lloj lirie dhe një mentalitet shumë të hapur se ne këtu. Përveç pamjes, ajo kishte edhe një veçori tjetër. Ishte jashtëzakonisht llafazane. Nuk i pushonte goja asnjë moment. Gjatë gjithë kohës fliste, tregonte histori, bënte shaka dhe qeshte me të madhe. Gjatë diteve që ne qëndruam në fshat e ajo qëndronte tek ne, ajo filloi edhe të më vardisej. Në fillim, e nisi pak me lojra. Unë nuk jam njeri që rri pa folur, prandaj i ktheja përgjigje për çdo gjë. Sa po gjenim rastin, ne gëriceshim me fjalë. Kur pija kafen e mëngjezit në obor, para se t'i ikja në punë, ajo vinte aty tek unë. Je shumë i bukur, më thoshte, pa vrar mendjen fare se çfarë mendimi kisha unë. Pastaj përsëri ajo vazhdonte. Edhe pse je i bukur, me dukesh pak budalla. Fik si ajo fjala e urtë, ti je shtatë e hije, por mend asnjë fije, më thoshte tezja gruas. Burri i saj rrinte pak me tutje, e nuk merrej fare me ne. I dukej si bisedë normale mes të afërmve, e unë nuk ja përtoja fjalës. Edhe ti me dukesh shumë budallaqe, i thoja unë, por je super femër. Atë që e ke, nuk ta mohoj dot. Këtë duhet ta pranoj.
i thoja unë. Kështu vazhduam për ditë më radhë, nga fjalet e rastësishme dhe grisjet e kota, e kaluam pastaj në flirtime të vërteta. Flirtonim, por gjithmonë me pak frikë, duke mbajtur atë tonin e lojrave, por ne të dy e dinim shumë mirë që nuk e kishim thjesht me lojë. Sa herë që këmbeheshim në korridor të shtëpisë për shembull, flisnim me atë lloj mënyre. E nga mesi i gushtit e bëm plan të shkonim në pushime të gjithë bashk. Vendosëm të iknim në jug për një 3 ditë, sa për të ndërruar ajër dhe për të shijuar detin. U nisëm unë me gruan, Tezja dhe burri i saj. E gjetëm një apartament shumë të mirë për t'u akomoduar. E Tezja ishte ajo që bëri pagesen për të gjitha shpenzimet tona. Ai apartament ishte i ndarë në mënyrë të thjeshtë. Kishte një sallon të madh dhe 2 dhoma gjumi në krah. E ne morëm njërin dhomë, kurse Tezja me burrin e saj morën dhomën tjetër. Ditën e parë shkuam në plazh. Ndenjem gjatë gjithë ditës aty. Hëngrëm drek, notuam dhe u kthyem në darkë shumë të lodhur. E unë nuk isha mesuar me atë lloj dielli. Të nesërmen në mëngjes, ditën e dytë, u zgjova me një lodhje shumë të madhe dhe një kokëdhimbje. Më dhimbnin të gjitha kockat, edhe nga puna e rënde ime që i kisha bërë me gurët para se të niseshim, por edhe nga vapa e plazhit. E gruaja ime, edhe Tezja, edhe burri i saj ishin zgjuar herët e kishin bërë gati çantat për të dalë në plazh. Shkoni ju, u thash unë nga krevati. Nuk jam në Terezi sot, e dua të fle pak më shumë. Shkoni, zini ndonjë vend të mirë tek çadrat, e mbase vi pas dite, kur të kaloj kjo vapë e madhe, ju thash atyre. E ata ranë dakord. I dëgjova kur mbyllën derën dhe shtëpia u bë shumë e qetë. E unë e zura gjumin edhe një herë, e nuk mbaj mend se sa kohë fjeta. Zgjohem papritur nga zhurma e derës së dhomës, e dikush po fliste. Hapa syt me vështirësi, e pa shtezën e gruas që kishte hyrë aty brenda. Ajo ishte kthyer nga plazhi. Qohu o budalla, më tha ajo me zë të lartë nga dera. Qohu tha, qohu se u ktheva unë e jemi vetëm. Ndërsa unë isha akoma përgjumshëm. Nuk po e kuptoja fiks çfarë po ndodhte. E unë grita nga krevati, vesha një bluzë e dola në sallon. Shkova drejt lavamanit të kuzhinës dhe lava faqet me ujë të ftohtë për t'u kthjellur pak. Pasi e fshiva fytyrën me një përshir, u ktheva nga ajo, ndërsa ajo rrinte në mes të dhomës. E çfarë lidhje ka që jemi vetëm, i thash unë. A të kam thënë që ti nuk merr vesh asgjë, më tha ajo. Edhe bëri një hap përpara, e u lëshua drejt meje, me hodhi krahet e me puthi direkt në buzë. Unë bëra një hap mrapa e gati u rrëzova nga e papritura. U pengova tek tapeti i sallonit, e ndërsa dhe ajo, nga që ishte e kapur me duart tek unë, u rrëzua edhe ajo edhe unë e dysheme. Por ajo, s'ja ndjente fare se u rrëzua. Aty në tokë, ajo vazhdoi të më puthte disa herë njëra pas tjetrës. U puthen për disa momente. Unë nuk e zgjata më. Fillova ta ledhatoja lehtë krahet e ta puthja edhe unë.
Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.